ti vajte për një kontroll rutin apo të kisha bërë re një ndryshim në gjoksin tënd? Unë kam qenë shumë e kujdesshme në pjesën e kontrollit të gjoksit, sepse kam një histori familjare. Dhe gjatë gjithë kohës jam munduar që ta kontrolloj gjoksin, qoftë edhe ndryshime, të jem më e vëmendshme ndaj trupit tim. Rastësisht, gjatë kontrolleve, vura re që kisha një gjendër. E rrallë është fakti që të kesh një gjendër dhe të jetë pozitive, edhe pse ka edhe plot raste të tilla, kështu që ndjeva diçka brenda meje që më thoshte që Teuta nuk është një gjendër e zakonshme. Nuk doja ta pranoja në fillim dhe më vjen turp tani të them që e shtyva kontrollin, sepse frika ime ishte më e madhe në atë moment. Do kisha bërë më mirë nëse do ta kisha realizuar këtë kontroll më përpara. Ky podcast është prodhim i Onovos.